Shikues e televizionit Skan, mirëmbrëma, takohemi së bashku si çdo të hënë në Pros and Cons. Qeveria shqiptare ka vendosur në dispozicion të sektorit bujqësor një garanci sovrane me vlerë 30 milion euro me qëllim nxitjen e kreditimit dhe zhvillimin rural në tërësi, por cilat do të jenë efektet e saj reale në terren. Për të diskutuar avantazhet dhe disavantazhet e këtij instrumenti, kam të ftuar profesor Shpresim Domi, ekspert i zhvillimit rural. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Dhe zontin Enjo Civici, ekonomist, ish zëvendës Ministri i Bujqësisë. Mirë se erdha. Shumë faleminderit për ftesën. Ndalemi paraprakisht tek pros and conset që ka garancia sovrane në bujqësi, ku tek avantazhet apo pros përmendim rritjen e aksesit në financim, mbështet formalizimin e sektorit si dhe nxit investimet në teknologji. Tek disavantazhet mund përmendim faktin që favorizohen kryesisht subjektet e konsoliduara apo ato që janë subjekte të mëdha, mund të ketë rrezik për keq përdorim, si dhe jep një zgjidhje të pjesshme për sektorin bujqësor. Megjithatë do ndalemi më në detaj. Enjo, 30 milion euro, një instrument, le të themi, është vënë më përpara në jetë, por për bujqësinë i dedikuar nga qeveria shqiptare. Si e shikon me pros and conset e veta në tërësi, në makro? Ashtu si thatë ju, ka anë pozitive, por ka edhe anë negative që duhet adresohen ose në një farë mënyrë diskutohen të paktën paraprakisht. Por në makro, thjesht me që jemi në nivelin e makros fare, patjetër është një instrument më shumë që lehtëson bizneset për të patur akses në financim, lehtëson sistemin financiar për të qenë me më pak risk për sa i përket kolateralit që do t'japi biznesi, dhe krau tjetër patjetër fuqizon sektorin për të qenë më konkurrues nëse investohet në teknologji edhe në sisteme tjera prodhimi që janë më konkurruese. Nëse ndodhin këto, po, është një mekanizëm shumë i suksesshëm. Po nëse ne do të përjetojmë probleme, vonesa apo pengesa, siç kemi përjetuar me fondet e tjera të garancisë që kemi pasur dhe kemi ende aktive në vendin tonë, atëherë dhe ky instrument do të vuajë. Kështu që duhet mësojmë nga gabimet e kaluara në mënyrë që instrumenti të jetë efikas. Për të zbatuar 100%. Profesor, si e shikoni këtë instrument? Në këndvështrimin e parë, mendoj që pa diskutim është një iniciativë mirëpritur, sepse mos harrojmë të flasim për një nga sektorët që është ekstremisht e hetur për financim, siç është edhe sektori i bujqësisë, edhe besoj që ky do jetë një lloj shtyse më shumë ndër shumë tjera që duhen në fakt për të çliruar sa energji që ka nevojë dhe që mundet realisht. Sektori i bujqësisë nga njëra anë është pozitive, pa diskutim, por nga ana tjetër shqetësimi mund ngrihet që shumë kryet herës, në sensin që nëse kjo skem kur të operacionalizohet në nivelin e duhur dhe të shtërrohen gjitha dimensionet e mundshme dhe të marrë jetë në terren, të shikojmë sa gjithë përfshirës është, sepse një nga shqetësimet e mëdha që ju e përmendët, gjithmonë e çdo skemë me financimin në Shqipëri, por jo vetëm realisht, është kudo edhe në Europë, sidomos në vendet e Ballkanit, është përfshirë atë fermerit vogël i cili është neglizhuar për shumë arsye, por që realisht luan një rol kyç në shumë elementë, siç është siguria ushqimore, siç është ushqimi i shëndetshëm, siç është ajo eksperjenca e lidhur e prodhimit me turizmin, shpeshherë që ne kërkojmë në rolin edhe të turistit. Do t'i kuptoj në detaj se sa gjithë përfshirës është, por dua të kuptoj pak si term. Garanci sovrane, kemi dëgjuar shumë shpesh. Çfarë do të thotë garanci sovrane për të gjithë ato subjekte, por dhe fermerë të vegjël që janë në sektorin e bujqësisë, agroturizmit sot apo akvakulturës, pra që janë shtrirë. Sovrani është shteti. Po. I cili jep një garanci për ty, si sipërmarrës apo fermer apo individ, që të shkosh në bankë dhe të marrësh një kredi në kushtet kur kolaterali jot, pra pasuria jote, qoftë kjo fizike, monetare apo në një formë tjetër, nuk është e mjaftueshme që banka të bindet për të dhënë kredin. Siç mbi 99% sektorin bujqësor e vuan këtë realitet kur shkon në dyert e institutit financiar, por kryesisht banka në rastin e ekonomisë shqiptare. Pra, shteti i thot bankës që për kolateralin që do i kërkosh këtij individi apo kësaj sipërmarrje, dal unë garant që nëse kjo sipërmarrje apo ky individ dështon, pra nuk arrin ta shlyejë kredin, që zakonisht vjen banka dhe të merr kolateralin, në këtë rast kolateralin do ma marrësh mua, i thot shteti bankës. Dhe riskun e merr përsipër shteti, buxheti i shtetit në këtë rast. Po, në këtë rast të dy marrin risk sepse ti nuk ke një mbulim kolaterali 100%, e ke 70%, pra 30% i mbetet bankës si risk, kështu që të dy palët, edhe banka dhe qeveria marrin risk me vete. Por ama ndryshe nga zakonisht që e merr banka 100%, këtë herë banka ka dhe më pak se gjysma riskun, që pretendohet që ta lehtësoj dhënien e kredisë. Po jo gjithmonë është kështu, gjithsesi kjo është një fazë tjetër. Si është për të shpjeguar. Po ai 30% i bankës, pra ai 30% i riskut bankës, është fakti barabartë me 100% riskut për vetë bankën.
Se dështimi vlen si dështim gjithsesi, domethënë, edhe nëse do të japin 100% kreditis vet, apo do t'ja japi një pjesë ajo dhe një pjesë shteti, gjithsesi dështimi mbetet dështim. Pra, kushtet në të cilat banka të kërkon të plotësosh për atë 30% kolateral që do mbuloj vet, janë njësoj si kushtet që ti do të plotësoje për 100% kolateral. Që ti prap je në vështirësinë e marrjes së kredis. Vështirësia më e madhe është pronësia e tokës në rastin tonë dhe të zonave rurale shqiptare. Tani banka, si çdo bankë, si çdo fond garancie, si çdo shtet, pronësia dokumenti i pronësisë tokës është i pari dhe i padiskutueshëm. Nëse ti je një fermer që nuk e ke këtë dokument, dhe në Shqipëri janë shumë, nuk të bën punë 70% mbulim kolateral. Pra në këtë rast bie mbulimi nuk ke akses gjithsesi. Nuk ke akses në kreditim. Pra nuk ke pronësim. Duhet që ne do të besoj të dalim edhe këtë çfarë propozimesh sugjerojmë për këtë paketë, meqense nuk janë zbardhur të gjitha. Duhet që në një farë mënyrë të zgjidhet këngërç. Pra, se di ligjërisht se unë nuk jam jurist dhe nuk marr përsipër të jap një komentim mbi këtë lloj produkti ligjor që duhet shpiket, por një mekanizëm që i lejon edhe ata që kanë AMTP apo kanë një dokument që nuk është zyrtar hipotekor, apo kanë një marrëveshje, apo e kanë përdorim atë tokën, apo e kanë me qira, apo shumë, të përfshihen, se ndryshe janë vetëm ata me pronësi të rregullt, që janë më pak se 30% e totalit atyre që punojnë në zona orale. Që kanë pronësim tokën ose pronësim mbi objektin ku duan të investojnë në këtë rast. Mbi tokën zakonisht, se aty do ngresh objektin apo do e rregullosh, se nëse nuk ke pronësi, nuk ke ngritur një objekt, maksimumi ke prodhuar në fushë apo në sera. E kuptoj. Po në këtë rast ku qëndron lehtësia? Shiko, mos harrojmë një gjë paraprakisht. Gjithë kjo iniciativë politik bërëse në nivel qendror përmbledhet në një fjalë kredi sovrane. Pse theksohet kaq shumë kjo pjesë? Theksohet sepse ky është një nga ato themrat e akilit të financimit në bujqësi. Bujqësia është absorbuesi më i dobët deri më sot i financimeve krahasuar me totalin e financimeve që hidhen në ekonominë shqiptare, arrin 2%. Dhe një nga arsyet kryesore është pikërisht kjo që Enjo po thoshte, është ai që të jep parat do garanci që do t'ja rikthesh në një mënyrë ose një moment tjetër. Garancia është thelbi ose thembra e akilit e gjithë këtij mos funksionimi ose mos komunikimi mes sipërmarrjeve në sektorin bujqësor dhe institucioneve financuese, bizneseve të sistemit bankar niveli 2 që i kemi në që janë edhe ata më kryesorët. Kështu që kjo skem synon pikërisht të adresoj këtë gjë. Por, mos harrojmë, pa diskutim bashkangjitëm shqetësimit ende që meqense kolaterali po adresohet një farë mënyre me para që po vën dispozicion qeveria, duke bashkëndarë riskun edhe vetë banka nga ana tjetër, sepse në 900 euro le të themi ty të garanton në 70 kjo qeveria, tjetrën banka du ta zgjidh vetë, se si rrjedhoj banka si një institucion privat që është, pa diskutim kujdeset për paratë e veta dhe do vërë një sër kritere që ne deri diku i dim, si do qofshin prap, banka do i thot aplikantit me jep garanci që ke më jep garanci që ke një plan biznesi të qartë, më jep garanci që ai plani biznesi yt funksionon, që më kthesh parat në fundit, gjithë cilat tani kur fillojmë mendojmë për atë profilin tipik të një fermeri tipik shqiptar me mesatare 1 hektar tokë, fillojnë të ngrihen pikë pyetje. Kjo zot thotë që do të një skemë. Është automatikisht i përjashtuar praktikisht. Jo, automatikisht. Ne ngrem pikë pyetje, ne diskutojmë, mund të fuqizohet duke marrë pronën përdorim sepse mund t'i vijë ajo së brendshmin dëshira dhe iniciativa dhe guximi për ta nisur për ta arritur sipërmarrjen, dhe ajo rritet duke marrë tokën përdorim nëse s'ke. Zgjidhja është, nuk është çështja këtu, pra por gjithsesi ne kemi drejtën për sa kohë skema është në kompozime sipër, në fillesat e veta, ne kemi drejtën të paktën ngrem pikë pyetje në mënyrë që për sa kohë nuk është shtërruar e gjitha të konsiderohen pikërisht edhe këto elemente që po përmendim ne. E të shumë shkurtimisht, pa bërë t'i vende pyetjen, thjesht për këtë që po thotë profesor Domi, ne kemi qenë edhe me shoqatat e agriturizmit, dhe me zotin Domi, dhe me antarët e tjerë, vetë ministria, deri dhe ministrët, i duhej që të negocionin me sistemin financiar, me bankat, për të dhënë më shumë informacion mbi një subjekt apo një fermer, në mënyrë që të kishte akses nëpërmjet fondit garancisë aktiv sot që është i Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Qeverisë shqiptare. Jam kurioze sa është përfit kjo garanci. Ajo, për ta kuptuar, është aktivizuar në vitin 2016. 2016 në rreth 10 vjet, 9 vjet. 10 vjet, pothuajse se. Pothuajse. Dhe është pak më shumë se 80% e disbursuar, dhe më lejo, më falni për mungesën e modestisë, por këto 4 vitet e fundit, nga 40% ka shkuar 8 vjet, sepse kishte që përpara që rinte. Pra, dhe kjo ndodhi vetëm pas një angazhimi direkt
tonin të ministrisë, të sektorit, të shoqatës për të vetë Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, i cili futi edhe si sekretare të reja si bonuse për ta bërë më tërheqës këtë lloj produkti financiar, që të arrinte mbi 80% dhe ende nuk është disbursuar 100%. Pra, ky është realiteti në cilin jetojmë dhe ky fond garanci, unë jam i sigurt që Ministria e Bujqësisë i di, po duhet që ta aplikoj të gjithë eksperiencën e mirë dhe jo të mirë që kishim me fondet e kaluara të garancisë, në mënyrë që mos përsëritet, që mos vonohet disbursimi dhe që të ketë vlerë me të vërtet për të arritur sektorin. Dakor, po sa joshës është, do me thënë, 70% e principalit të kredis, shuma nuk duhet kaloj 25 milion lek apo 250.000 euro për subjekt. Ka shumë pak detaje, ka që janë detajet të themit të kësaj garancie deri më tani. Është norma interesit. Norma interesit 2%. Por ka pasur e negociuar një ndërlidhje me një skem tjetër financimi që do përdori Ministria e Bujqësisë prej 250 milion eurosh për biznesin e vogla dhe të mesme. Joshja qëndron pikërisht në këto shifrat para prake sa dim edhe ne në pamje të parë. Është norma e interesit e ulët krahasuar me tregun. Vetë vlera normalisht në fakt të referuar edhe mesatares absorbimit për subjekt në kuadër të IPARD-it, shifra 250 milion lek vjetra është korrekte, në sensin besoj është argumentuar pse është ajo shifër, dhe për mua qëndron është një shifër relativisht e mirë, sepse kjo ka treguar që kanë absorbuar deri më tani nga skema e IPARD-it, që është një skemë e madhe financimi realisht në bujqësi, dhe mendoj që ky është një element tjetër tërheqës për sipërmarrje. Po skema e IPARD-it ishte një pjesë grand, kjo është e gjitha kredi. Po flisja në volumin e blerës, sepse jo më shumë se 250 është limiti i tavan, edhe për mua qëndron do të thoja, duke parë eksperiencën e IPARD-it. Mendoj që këto janë element që tërheqen, megjithatë duhet theksuar sa jemi në kohë, pak në kundërshtrimin tim, nga eksperienca e të biseduarit nga afër me subjekte cilët ne i themi të vogla e të mesme, po të voglat janë edhe me 12 punojës, 15 punojës dhe është një numër punojësish karakteristik i sipërmarrjeve agroturistike që është një nga targetet ose grupet e synuara të kësaj, që mendoj që nga komunikimet e drejt për drejta që kam me ta, çështja e burokracisë, e dosjes, e gjithçka që do kërkoj nesër banka niveli 2 për të absorbuar këto para, aty qëndron i gjithë problemi. Lehtësia e jashtëzakonshme është garancia kolaterali i financuar nga qeveria, por një set tjetër dokumentash, të cilat nëse nuk janë kompozuar ose miratuar akoma, ndjenin tonë jo, duhet pikërisht aty të përqendrohet energjia për të parë çfarë realisht kanë këta njerëz që janë sot në terren, në sensin e vështirësive dhe çfarë s'mund të plotësojmë, në mënyrë që të ligjerohet direkt apo indirekt nëpërmjet një procedure dokumenti nuk ka rëndësi, që e rëndësishme është para të shkarkohet dhe të injektohet në ekonomi dhe të çlirojë energjinë e pritur. Mendoj që këtu duhet përqendruar në kuadër në këtë fazë procesi që jemi ne me shumë vëmendje. Ka pasur një takim me bankat, nga optika e një ekonomisti, sa të gatshme do jenë bankat për ta ofruar këtë produkte, pak nga pikpamja e bizneseve në bujqësi, por shohim dhe bankat, disa janë të përqendruar në produkte bujqësore, disa jo. Ju e prekët pak me shpresimin, nivelin e financimit të bujqësisë në ekonominë shqiptare. Unë vetëm do ju kujtoj shifrat në 4 vitet e fundit, duke qenë se më është dashur t'i ndjek. Ka qenë 1.6% në 2021, 1.8% në 2022, 1.7% në 2023, dhe prap diçka ka 1.8% të ca në 2024. Aksesi në financimin bankar, në kredit bankare. Aksesi në kredi bankare për sektorin e bujqësisë. Po e marrë të gjithë sektorin e bujqësisë. Edhe ata që janë të mëdhenj dhe në rregull me letrat që e marrin kollaj financimi. E kuptonin se çfarë niveli jemi? Po nuk është kjo pse bankat nuk duan. Është sektor me risk. Është sektor, po patjetër që është me risk, po kanë këto probleme që ne po flasim, problemi pronësisë, që në zonat rurale është zakonisht shumë i theksuar se këtu në qytet. Pra, këtu mund manovrosh dhe me hipotekën edhe e gjen një zgjidhje. Atje nuk ka zgjidhje tjetër. O e ke dokumentin o nuk e ke. Pse bëhet një fond garancie? Se gjithmonë duhet të pyesim pse po bëhet. Po bëhet pikërisht për këto sipërmarrje që nuk kanë mundësi të kenë akses financim. Të gjithë këta 98% të tjetër që e merr financimin, dhe jo ai 2% që është thjesht sipërmarrje të mëdha, agrobiznes i madh që përfiton. Ai 1.6, 1.9 që ka lëvizur 4 vitet e fundit. Tani pse po e bëjmë ne këtë? Po e bëjmë që të rrisim
aksesin e të gjithëve, jo vetëm të mëdhenjve dhe të konsoliduarve. A duhet bërë kjo skemë në mënyrë tillë dhe të marrë parasysh ato element që e kanë penguar deri tani? Po, unë ende nuk e kam dëgjuar. Uroj që duke u ndërtuar të jenë dhe ato pjesë, po aspekti pronësisë është shumë i rëndësishëm. Siç qeveria shqiptare e ka konsideruar dhe i ka dhënë një zgjidhje në rastin e paketës maleve, nuk e di nëse keni patur mundësi ta diskutoni, ka një artific ligjore që ndihmon për të mos qenë pengesë të paktën, mungesa e dokumentacionit pronësisë. Besoj dhe në këtë rast duhet gjetur një instrument i tillë. Se nëse nuk ka një instrument të tillë, atëherë dhe ky fond garancia njësoj si i kaluari do dojë 10 vjet të disbursohet me nga 2-3 fushata çdo disa vjet, me disa lehtësime të ndryshme që në fund të kthehet një barkë më shumë se sa një lehtësi e madhe. Kështu që unë mendoj që ato detajet janë shumë të rëndësishme se si të ndihmohet. Interesi është një, se në rastin e fondeve tjera të garancisë që ne kemi pasur deri tani, interesi nuk negocioi, ishte prapë në dorë të bankës. Ndërsa me sa dëgjova edhe guvernatorin, ishte tashmë do jetë objekt i negocimit me autoriteti menaxhues i fondit të garancisë me bankat, pra nuk do jetë një shqetësim i vetë subjektit. Ti që në nisje të bisedës do e dish se sa do jetë interesi pak a shumë në varësi të sektorit që je. Po kaq dim, nuk dim më gjë tjetër. Unë nuk di ky 70% që është se për shembull ne dim që bankat marrin më shumë se 100% kolateral të vlerës. Po 70% do të jetë nga garancia, kam përshtypjen. Po pjesa tjetër sa, se zakonisht është 130%, nuk është 100. Po nëse është 130, atëherë ndahet gjysmë për gjysmë kolaterali në këtë pikë. Prapë dhe këtu kam një pengesë të madhe unë si fermer. Për të kuptuar nëse do ketë akses apo jo. Nëse do ketë me vërtet mundësi për ta përfituar. Sukses kjo garanci sovrane, duhet që të zgjidhet e para fare çështja e pronave dhe e dyta çështja e formalizimit që e kishte prekur. Pra, ky fermeri që do aksesoj këtë lloj fondi duhet të jetë në të gjithë zinxhirin e tij të prodhimit dhe të shitjes i formalizuar. Se ndryshe edhe banka nuk e jep kredin dhe nuk do ketë fare sukses ky fond garancie që në nisje, nëse nuk është formalizuar një, nëse nuk ka pronësi 2, e dim që tani që nuk do jepet kredia dhe nuk ke kujt i vësh faj në këtë mes. Dhe e dyta do jetë një tjetër vonesë e madhe për ndihmuar një sektor që ka nevojë shumë të madhe tani. Por ndërkohë që qeveria e ka bërë punën e saj duke dhënë këtë kapital kaq të madh në shërbim të sektorit, tani takon Ministrisë së Bujqësisë që ta disbursoj, le të themi. Po që ta disbursoj duhet ndërtoj kriteret në mënyrë të tillë që të jenë kriteret e vërteta që pengojnë sot fermerët edhe sipërmarrjet bujqësore për të marrë kredi. Pas zgjidhur këto, kjo do të jetë një lajm i bukur. Kaq. Një lajm vere, e thënë ndryshe. Sidoqoftë neve paraprakisht jemi në gjendje të bëjmë një kalkulim paraprak kush mund të jetë numri potencial i aplikimeve. Sa do të pyesja? Numri potencial i aplikimeve dhe ajo sipërfaqja që, do të thënë, fermerët apo agrobizneset që mund të përfitojnë, që kanë fuqi për ta garantuar ato 30%. Po, dhe nga piknisja ku jemi neve, referenca jonë mund të jetë skema kombëtare e subvencioneve apo skema kombëtare e fundit të 2024 e investimeve. Për shembull, në skemën kombëtare të investimeve 2024, aplikimet kanë qenë diku tek 414. Eksakt, dhe por të kualifikuar janë në fazën e parë 360. Në fazën e parë dhe pastaj në 300 që se le të themi shkon shifra e të kualifikuarve si të ligjshëm për me vazhdu me marrë grantin. Dhe ky është një fond që ne marrim si të mirëqenë në logjikën e ekstrapolimit, që mund të jetë një numër i përafërt aplikuesish. Megjithatë pra po llogarin që në gjithë Shqipërinë do aplikojnë 400 persona. Edhe më pak ndoshta 400 subjekte. Edhe më pak ndoshta se granti është grant dhe granti ka më shumë interes sepse ti e ke falas një pjesë. Kredi është kredi dhe ka mbrapa sigurisht norma e interesit të vogël, por është norma interesi, sidoqoftë dhe këtë bësh me një sistem privat financimi dhe ka një dallim qysh këtu dhe ne kemi drejt ta glabrojmë një pjesë të kësaj shifre dhe ta ulim më tej. Dhe mendoj që ky do jetë edhe fondi, po të bësh një llogari të 30 milionë euro të vënë dispozicion për mbuluar atë, po të bësh sa llogari thjeshta matematikore, diku te 200 subjekte mund të mbulohen me këto që janë në pamje të parë, duke marrë në konsiderat vlerën 250 milionë euro, cilën do mund të absorboj për subjekt. Që kuptohet, jo gjithmonë absorbohet vlera maksimale, se mund të aplikohet për 200 milion, 20 milion lekë të reja, apo 15 milion lekë të reja, nuk ka rëndësi, po duke imaginuar një situatë kësaj natyre që kemi drejt ligjshme për ta bërë një gjë të tillë, ne vërtiti me rreth shifrës 200, 300, 350 aplikantë të mundshëm për këtë skemë që nuk është janë pak nga një anë, sepse mos harrojmë, nuk flasim për skemë subvencionesh, pra ndihmë.
për të mbuluar kostot, por në flasim për skema që synojnë të çlirojnë energjinë në sensin e investimeve në kuptimin e digitalizimit të bujqësisë, në kuptimin e mekanizimit më të mirë, në kuptimin e krijimit të një dege të re të biznesit tënd ekzistues, e prodhim më shumë, e punësim më shumë etj. Kjo nuk do të thotë që shifër e vogël ajo që përmenda unë, por është një shifër relativisht e mirë nëse do arrit kjo, se nuk e dim ende. Mos harrojmë përgjithsisht në skema investimesh, edhe i pari na e tregon këtë, sekundër edhe një tha në rastin që të shkojnë deri diku në njëjtën linjë. Rreth 70-80% shkarkohet, le të themi, edhe kur është grant. Asnjëherë 100% nuk arrihet. Për shkak problemeve të ajo që përmendëm me mund të jetë dosja, mund të jetë problematika në plotësimin e dosjes, dokumentacioneve, nuk ka aplikime, ka arsye nga ndryshme, por përgjithsisht diku te 70-80% flas për grante. Por referuar edhe eksperiencës, sikundër e një tha për rastin e skemës paraprake garancisë sovrane me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, në të njëjtin linjë mund të shkojmë ne. Kështu që ne krijojmë një ide të numrit të subjekteve që mund të absorbojnë këtë para. Megjithatë, është momenti, sikundër e përmendi pak më parë, shumë e rëndësishme, të kësojmë një gjë, nëse nuk ka kohezion ndërmjet disa lloj politikave të ndërmarra nga ministritë të ndryshme të qeverisë, dhe këtu nënkuptoj konkretisht një paketë e maleve që është në proces, i mbështetur nga financimi i kësaj që po flasim ne sot, i mbështetur prapë nga financimet e mundshme, sepse jo më larg se sot dëgjova ministrin që flitet për skemën e re të investimeve si grante të tjera, pra flasim për dy zëra financimi, është dy politika kombëtare financimi që shkon ekstremisht në të njëjtën linjë me atë paketën e maleve që heq pikërisht gangrenën më të madhe që ka sot ai aplikanti tipik që po flasim ne, toka, prona, kolaterali shkurt në fund ditës. Mendoj që do e meritoj gradualisht emrin Plan Marshall për të adresuar realisht një nga problemet më të mëdha që ka këtu e 30 dhe sa vite pa aftësie, ekonomisë, zonit tonë për të marrë para dhe për të zhvilluar. Se kur flasim për zhvillim, nuk është thjesht krijosh një biznes, nuk është thjesht krijosh një vend pune, por zhvillimi prek shumë dimensione dhe në këtë rast po flasim për zonat rurale. Dhe Plani Marshall në parim nënkupton që ti e ndërmerr një iniciativë, por brenda saj, si qeveri flas, ke një sër elemente që nuk le asgjë pa prekur një farë deri diku, dhe ti vërtet e shtyn përpara ekonominë rurale dhe zhvillimin rural në këtë rast. Përndryshe do kemi përsëri fragmentarizim, sikundërisht e programin që mshatrat për vërtetës, e kam përmendur disa herë se s'më vjen mirë, po e vërteta është që tipik një plan Marshall, por që u fragmentarizua ekstremisht shumë në sensin financiar, në sensin koordinues, në sensin e ngritjes kapaciteteve njerëzore dhe përjedhoj, nuk kemi gjë në themi se sa para u absorbuan, sa vende të reja u krijuan, sa infrastrukturë përmirësua dhe kujt ju përmirësua kështu me radhë. Nuk ka një studim të mirëfillt për efektet që ka pasur si nismë. Neve në fakt na mungojnë studimet në gjitha rastet. Tash të quajtur që unë më përpara një emision, po këtu e kam përmendur, ka ardhur koha që politika tashmë duhet të referohen një post performance që i matet performance çdo politike, përndryshe ne nuk arrim të kuptojmë ose përsërisim se sa efektive kanë qenë këto politika dhe çfarë efekti kanë dhënë në terren, dhe çfarë mund përmirësohen. Qeveria e bën ato, po duhet edhe ta bëjmë më transparente. Edhe ta publikoj, ta dinë gjithë. Do shta jo të gjitha, po. E njësi e shikon më shumë si një plan Marshall apo si një përfitim i kufizuar i disa subjekteve dhe përjashtim i pjesës. Thjesht për parantezë, unë jam shumë dakord me shpresimin që të gjithë këto politikat publike duhet të konvergojnë në një, mundësisht. Një emër të madh që pastaj ndihmon gjithë, se edhe paketa e maleve në një farë forme agroturizmi ndihmon që thellë subjekte agrojan, funditës pastaj. Kështu që më parë thjesht për parantezë unë jam shumë dakord që këto duhet të bëhen gjitha. Tani thjesht për t'u kthyer pyetjes tuaj. Kush janë dy, mendoj unë, kategoritë që duan të përfitojnë nga apo do të përfitojnë nga fondi garancisë në rastin konkret të bujqësisë? Të parët janë ato biznese që kanë nevojë për kështu paga qarkulluese apo kapital qarkullues. Pra, një moment vështirësie likuiditeti, një vonesë pagese nga një bashkëpunëtor, mungesa shitje për një aksident apo një tjetër, por që është një moment që ti nuk ke likuiditet dhe të duhet dhe e përdor. Siç kanë përdorur deri tani më shumë se gjysmën fondet e garancisë në çdo sektor. Nga fasoni, ke bujqësia, energjia, të gjitha këto, edhe në rastin e Covidit, përsëri për paga qarkulluese u përdor pjesa më e madhe e fondit garancisë sovrane. Kështu që këta do jenë patjetër atje. Po kush janë këta? Këta janë supermarket konsoliduara, të mëdha.
që kanë... Se vetëm ata kanë mundësi të arrinë në pikën që diskutojnë në pagën qarkulluse, pra që një moment mungesë e likuiditeti. Duhet jesh i strukturuar mirë që të arrish në këtë debat. Kështu që këta janë në treg që tani. Këta kanë akses financim që tani. Nuk është se pritën këta. Patjetër, kjo është një lehtësi, që i heq disa para që do t'i linin më njanë se i duhet i linin se kolateral, mund t'i përdojnë në një vend tjetër dhe shumë mirë që në to. Kategoria e dytë që duhet apo do të përfitojnë nga kjo, në ata që duhet të arrisin sipërmarrjen e tyre. Nuk besoj se njëri nga zero vjen një ditë edhe vendos të bëhet sipërmarrës bujqësi dhe të aplikojë ke kjo fond garancie. Ose kushdo që e ka në mend ta bëj, mos ta bëj, le ta krijoj vetë mirë idenë, le ta provoj vetën në treg dhe pastaj të përfitojë. Sepse në fund të ditës ajo kredia duhet paguar. Ecë nuk ecë. Të duket sikur në fakt fund ditës është e lehtë e lirë, por prapë duhet ta paguash, se muaj vjen shumë shpejt. Edhe po si pagove, patjetër është banka e qetë, po ti nuk je më, se ti je kreditor i keq dhe harroje të marrësh me gjë tjetër. Dhe do mbash përgjegjësi për 30% që jo, po do mbash përgjegjësi për gjithën ti si aplikant. Pastaj se ku i gjen banka parat, puna saj. Po ti mban përgjegjësi dhe je kreditor i keq një herë mirë. Kështu që kjo është një kredi si gjithë tjerë. Ata që duan të rriten, janë për mendimin tim duhet të jenë ato sipërmarrje që sot janë suksesshme në treg, nuk janë gjigande dhe të mëdha, por punësojnë disa njerëz dhe duan të shtojnë kapacitetin e tyre produs, apo ta përmirësojnë, se ka dhe nga ta që duan ta përmirësojnë për të rritur cilësinë, standardin e gjithë gjërat tjera. Këta të dytët për mua janë shumë të rëndësishme, edhe të parët, patjetër se mbajnë njerëz në punë, funksionon në ekonomia. Po këta të dytët janë ata për cilët ne themi që duhen ndërtuar kriteret e duhura. Sa ata të parët i plotësojnë gjithsesi, nuk kanë nevojë për asnjë lehtësim. Përfitojnë sa më shumë dhe të bëjnë le të themi për biznesin. Këta të dytë, po kush janë këta të dytë? Këta janë serat, agroturizmet, të vegjëlit, se ndoshta edhe po kryesisht të vegjëlit, sipërmarrjet e vogla të agrobiznesit, eksportuesit, pra janë zemra e ekonomisë rurale të vendit tonë, janë më të rëndësishme. Janë ata që punësojnë më shumë njerëz, janë ata që mbajnë fermerët në rastin e agrobiznesit dhe eksportuesve që mbajnë fermerët me punë, janë ata që po ushqejnë turizmit në zonat e brendshme, po jo vetëm të gjithë Shqipërisë dhe po e mbajnë gjatë gjithë vitit. Agroturizmet janë vetëm subjekte turistike që punojnë pa pushim. Nuk kanë, se në rastin e Bregdetit tani e kanë janarin vetëm pushim. Po këta nuk kanë asnjë. Pra, këto kritere që duhen ndërtuar, uroj ndoshta dhe janë ndërtuar dhe ne nuk i dimë ende, por kur të bëhen transparente, duhen për zemrën e ekonomisë rurale të vendit tonë. Nuk duhet thjesht për disa individ të parëndësishëm. Pra, është shumë e rëndësishme që toka, edhe një herë për ta përsëritur, toka, formalizimi të jenë primare dhe të padiskutueshme. Dhe patjetër autoriteti menaxhues se ende nuk e dim kush do jetë. Profesor, do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi direkt me ty. Shkojmë publicitet.